Përmirësimi i shoqërisë civile, involvimi i fqinjeve në këtë shoqëri, problemet rreth ndotjes e shumë çështje të tjera ishin në fokus të debatit mes përfaqësuesve të shoqatave të ndryshme jo qeveritare dhe drejtorit të Qendrës Amerikane për Organizimin e Shoqërisë Civile, Jay Clark, i cili u zhvillua në këndin amerikan në Tetov. The main topics were how do you get people involved. Tema kryesore ishte se si të përfshihen qytetarët, si ta përmirësojnë komunitetin e tyre, si ta dëgjojnë komunitetin e tyre që të kuptojnë se cilat janë problemet e tyre më të rëndësishme, si bëhet zbërthimi i tyre që më mirë të kuptojnë problemet e tyre, pasi që i kuptojnë problemet, si të zvoglojnë ato, në atë mënyrë që të bëhet diçka dhe gjithashtu si të përfshinë më shumë njerëz në atë që bëjnë. Këto ishin pikat kryesore të takimit. Of the workshop today. Ndërkaq Chris McLean nga Ambasada e Amerikës theksoi se kjo është punëtoria e parë e cila po zhvillohet në Maqedoni, nga shkaku se në Tetov organizatat jo qeveritare janë më aktive. And today we are welcoming a speaker to meet with Sot kemi mirëpritur folësin që të takohen me organizatat jo qeveritare këtu në këndin amerikan. Kjo është punëtoria e parë ndër 3 tjerat në Maqedoni. Jam shumë e kënaqur që fillojmë nga Tetova për shkak se organizatat këtu janë shumë aktive, veçanërisht kur flitet për ndotjen e ajrit, gjithashtu edhe për problemet lidhur me LGBT. issues and other types of things. Qendra për zhvillim të qëndrueshëm të komiteteve bëhu ndryshimi. Në këtë debat u prezantua me një ekspozitë rreth kontributit të qytetarëve në mbrojtjen e ambientit. Qëndrimet e tyre i shprehen edhe organizatat e ndryshme jo qeveritare.